Të dashur dëgjues të Radio Maris, qoftë leftuar Jezu Krishti. Jeni duke u shoqëruar me emisionin Liturgjia e Fjalës. Ju ftojmë në vazhdim të ndiqni leximet të Meshës së Shenjtë, të së dielës së dytë të kohës së Pashkëve cikli A. Leximin e parë lexon Nikson Beqiri, psalmin motor Irenea Lekaj. Leximin e dytë Arbresha Gjokaj. Ndërsa ungjillin dhe komentin e ungjillit do ta ndëgjonin nga Domjeton Thaçi. Hiri i Zotit qoftë me ju të gjithë. Lexim prej veprave të apostujve. Vëllezërit ishin vazhdimisht të kujdesshëm për ta përvetësuar mësimin e apostujve dhe nuk mungonin e mbledhjet vllazërore. Në ndarjen e bukës e në orat, një frikë e madhe po shtonte çdo njeri. Apostujt bënin shumë mrekulli dhe shenja të bindshme. Të gjithë ata që besuan, qëndronin së bashku dhe gjithçka kishin të përbashkët. Shitnin prona dhe pasuri që kishin dhe u andanin të gjithëve si kush kishte nevojë. Për çdo ditë shkonin së bashku e rregullisht në tempull. Në shtëpi ndanin bukën dhe me hare e me thjeshtësi ushqeheshin të gjithë së bashku. I jepnin lavdi hyjt, e mbar populli i kishte fort për hir. Vetë Zoti çdo ditë i shtonte bashkësisë asish që shëlbohen. Fjala e Zotit. Falenderojmë hyn. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Lavderojni Zotin sepse është i mirë, sepse e përjetshme është dashuria e tij. Le të thotë tashti Izraeli, Zoti është i mirë, e përjetshme është dashuria e tij. Aleluja, aleluja, aleluja. Le të thot tani shtëpia e Aronit, e përjetshme është dashuria e tij. Le të thonë tani ata që e druajnë Zotin, e përjetshme është dashuria e tij. Aleluja, aleluja, aleluja. Më shtyn me dhanë shtytje për të më rëzuar, por me përkrahi ndihma e Zotit. Fuqia ime e lavdia ime është Zoti, ai është shpëtimtari im. Ja britma gëzimi e ngadhnimi në tendat e të drejtëve. Aleluja, aleluja, aleluja. Guri që e qiten jashtë përdorimit ndërtuesit, erdhi e u bë guri i këndit. Zoti e bëri këtë gjë, sa mrekulli për sytë tanë. Kjo është dita që na e dhuroi Zoti, të galdojmë e të gëzojmë në të. Aleluja, aleluja, aleluja. Lexim prej letrës së parë të Shën Pjetrit Apostull. Qoftë bekuar hyje, ati i Zotit ton Jezu Krishtit, i cili na rilindi me anë të mëshirës së vet të pakufi, në sajet të ngjalljes prej të vdekurisht të Jezu Krishtit, për shpresën jetësore, për trashëgim të pashkatrueshëm, të panjoll e të pavyshkshëm që ruajti për ju në qiell, për ju që jeni të ruajtur me fuqinë e hyjit, në saje të fesë për shpërblim që është gati të zbulohet në kohën e fundit. Këndej gëzoheni edhe pse, në qoftë se duhet, për pak kohë jeni të trishtuar për shkak të provave të ndryshme, që feja juaj e sprovuar, shumë më e çmueshme se ari i shkatrueshëm, që edhe ai sprovohet në zjarr, të fitoj lëvdat, nder dhe lavdi në ditën e zbulesës së Jezu Krishtit. Atë e doni, edhe pse nuk e pat, në atë besoni, edhe pse ende nuk e shihni, dhe galdoni me gëzim të patregueshëm,
dhe të lavdishëm, që ja rritët qëllimit të fesë suaj, shëlbimit të shpirtit. Fjala e Zotit. Falenderojmë hyen. Aleluja. Aleluja. Pse po më she o Tom po beson, lum ata që nuk pan e besojnë. Aleluja. Leximi i Ungjillit shenjtë sipas Gjonit. Në mbrëmje po të asaj dite, të parën ditë të javës, ndërsa dyert e shtëpisë ku banonin nxënësit ishin të mbyllura prej frikës së judenjve, erdhi Jezusi zuri vend midis tyre dhe u tha: "Paqja me ju." Si u tha kështu, u tregoi duart dhe kraharorin. Nxënësit u gëzuan kur e pan Zotrin. Mandej u tha prap: "Paqja me ju. Sikur se me dërgoi mua Ati, ashtu unë po ju dërgoj ju." Si foli kështu, hukati mbi ta dhe u tha: "Merrni shpirtin shenjtë. Atyre që ju afalni mëkatet, u falen, e atyre që nuk ju afalni, nuk u falen." Por se Toma, njeri prej të 12-ve, ai që quhet binjak, nuk ndodhi me ta kur erdhi Jezusi. I than pra nxënësit e tjerë: "E pam Zotrin." Toma u përgjigji: "Pa e parë në duart e tia vragën e goshtave, e pa e vënë gishtin tim në vend të goshtave, pa e shtirë dorën time në kraharorin e tij, kur nuk besoj." Mbas 8 ditësh, nxënësit e tij ishin prapë brenda në shtëpi, e me ta ishte edhe Toma. Megjithse dyert ishin të mbyllura, erdhi Jezusi, zuri vend midis tyre dhe u tha: "Paqja me ju." Mandej tha Tomës: "Shtjere gishtin tënd këtu e që shihi duart e mia. Ma jep dorën tënde e shtjere në kraharorin tim, dhe mos i njeri që s'beson, por besimtar." Toma i përgjigji: "Zotria im dhe hyji im." Jezusi i tha: "Pse po më she, po beson. Lum ata që nuk pan e besojnë." Jezusi beri ndër sytë të nxënësve të vet edhe shumë mrekulli tjera, të cilat nuk u shënuan në këtë libër. Këto u shkruan që të besoni se Jezusi është Mesia, biri i hyjit, dhe që duke besuar ta keni jetën në emër të tij. Fjala e Zotit. Lavdi ty o Krisht. Sot kisha shejte e kremton të dielën e bardhë, të dielën kur tradicionalisht neofitët apo të sapopagzuarit merrnin pjesë në Eukaristi me petka të bardha, të marra në pagzim në vigjiljen e Pashkve. Sot kisha kremton edhe festën e mshires hynore, festë kjo që u bë zyrtare për mbar kishën nga Papa Gjon Pali II. Është kjo festë shumë e rëndësishme për jetën e besimtarit, sepse na paraqet fytyrën më të dashur të Zotit. Na paraqet pikërisht karakteristikën kryesore të hyjit, që është mëshira, falja, dashuria dhe mirësia e tij e pakufishme. Në fakt, nëse e veshtrojmë Ungjillin e në të e shikojmë jetën e Jezu Krishtit, neve na paraqitet vazhdimisht kjo mëshirë hynore. Kjo mëshirë hynore na bëhet të pranishme deri edhe në momentet më të vështira aty në kryq, kur Krishti i fal armiqt, e fal cubin e penduar dhe e fal mbar njerëzimin. Por kjo mëshirë hynore vazhdon edhe pas ngjalljes, siç e takojmë edhe në Ungjillin e sotshëm. E kemi dëgjuar, besoj shumë herë, këtë pjesë të Ungjillit sipas Gjonit, na paraqiten dy skena. Njëra skenë i takon mbrëmjes së ditës së Pashkve
dhe skena e dytë ajo që ndodhi pas 8 ditëve, ku ishte i pranishëm edhe Toma. Ambienti është i mbyllur, në krahasim me dukjet apo shfaqjet tjera që Krishti i bën pas ringjalljes. Thot Ungjilli, erdhi Jezusi, zuri vend midis tyre dhe u tha, paqja me ju. Sa të mëdha këto fjalë. Erdhi Jezusi, zuri vend midis tyre dhe u adhuroi paqen. Sa fatlume janë të krishterët, sepse Krishti është vazhdimisht në mesin e tyre. Në fakt, ai na ka premtuar se do të jetë me ne deri në të sosur të botës. Pra kjo është një ndër shpresat më të mëdha të ringjalljes së Krishtit. Ai është i gjallë, ai është mesin ton. Vetdia që Krishti është i ringjallur dhe qëndron pranë mesin e bashkësisë sjell paqe dhe gëzim. Nxënësit në tjetër anë janë të friksuar. Njeriu që nuk e ka takuar Krishtin e ringjallur është ende në errësirë. Errësira sjell frikën, errësira e sjell dyshimin. Po të pyesim vetveten se cila është frika më e madhja e apostujve apo e nxënësve të tij. Padyshim, frika më e madhe është ajo e vdekjes. Kanë frikë nga vdekja. Kanë qenë dëshmitar të vdekjes së mësuesit e tyre dhe tani kanë frikë për vdekjen e vet. Takimi me Krishtin e largon frikën, edhe frikën më të madhe nga vdekja. Sepse Krishti e ka mposhtur vdekjen, e ka mposhtur mëkatin, e ka mposhtur djallin. Të gjithëve na i ka hap dyert e parajsës, na i ka hap dyert e jetës së amshushme. Ju ftoj gjithë ju që keni frikë nga vdekja që të mbështeteni në parzhmën e Krishtit dhe tek ai të gjeni shpresën e ringjalljes. Por ndoshta kemi mundësi të mendojmë edhe në një vdekje tjetër. E kam fjalën për vdekjen në mëkatet tona. Edhe në këtë rast duhet të largojmë frikën. Sot është festa e mëshirës hyjnore. Të pendohemi e Krishti është i gatshëm të pranojë kthimin ton. Frika e dytë është frika nga konfrontimi apo takimi me ata që nuk e pranuan Krishtin. Kjo arsye i mbante të mbyllur apostujt. Kjo ishte arsyeja pse apostujt qëndronin të mbyllur. Si të ballafaqohen me ata njerëz që e dënuan mësuesin e tyre, të cilin këta e kishin ndjekur më shumë se 3 vite. Si duket, ata kishin harruar se Krishti u kishte thënë dikur. Ju kishte thënë nxënësve të vet, po ju dërgoj si qengja midis ujqësh. Kjo mund të jetë edhe frika jonë, që të mbyllemi në komoditetin ton dhe mos të kemi guxim të shpallim të vërtetën. Do të ballafaqohemi me ata që edhe sot e kësaj dite nuk e pranojnë Krishtin. Kjo është një frikë reale, ndoshta e shumë të krishterëve, që nuk kanë guximin të ballafaqohen me ata që nuk i besojnë Krishtit. Nuk jemi të vetëdijshëm se bota dhe njerëzit janë të etshëm për me dëgjue fjalën e Zotit, për jetën dhe për shembullin e Jezu Krishtit. Por në këtë ngjarje ungjillore, protagonisti kryesor së bashku me Krishtin bëhet edhe Toma. Ai që quhet binjak, Didimos. Sigurisht u quajt binjak sepse është binjaku ynë, të cilit shpesh herë ne të gjithë i përngjajmë sa herë që kemi vështirësi të besojmë në Krishtin e ringjallur. Por kjo figurë shumë interesante shpesh herë
kuptohet në mënyrë sipërfaqësore dhe mendohet se është personi tipik që nuk beson. Këtë gjë ne e mendojmë gjithë për Tomën, si ai personi tipik që nuk beson. Por nëse e marrim parasysh të kaluarën e tij, duhet të themi që ai është një apostull që dëshiron të kuptojë më shumë për ngjalljen e Krishtit. Është një apostull që kërkon, është një apostull, një nxënës i Krishtit i cili është në kërkim. Në fakt, për Shën Tomën në Ungjillin sipas Gjonit flitet 3 herë. Në një vend ne dëgjojmë zërin e Tomës që thotë të shkojmë edhe ne të vdesim me Krishtin në Jude. Pra, Toma e tregon gatishmërinë e tij për me shku me vdek me Krishtin. Pastaj në darkën e fundit, kur Krishti flet për shkuarin e tij nga kjo botë, në atë moment e dëgjojmë një intervenim të Tomës, që thot, po si mund ta dim ne rrugën? E pastaj vjen ajo përgjigja e famshme e Jezusit. Unë jam rruga e vërteta dhe jeta. Ja pra, është Toma me inteligjencën e tij, me vullnetin e tij, që e ka provokuar në një farforme një prej fjalive më të bukura që Krishti thot, unë jam rruga e vërteta dhe jeta. Dhe të tretën herë gjejmë në këtë pjesë që sapo e lexuam që vërtet e bën Tomën një ndër personazhet më të paharrueshëm të Biblës, të Shkrimit të Shenjtë. Ta bëjmë edhe një pyetje. Është pyetje legjitime që mundet me e bë secili besimtar, secili person që dëshiron me reflektue mbi leximet e kësaj të diele, në veçanti mbi leximin e Ungjillit. Ku ishte Toma ditën e pashve në mbrëmje? Pse nuk ishte Toma në mesin e apostujve? Pse nuk ishte në mesin e të 12-ve? Duket se është distancuar përkohësisht nga bashkësia, është shkputur nga bashkësia. Edhe shpresat e tij në ngjallje janë dobësuar në atë moment. Mund të jetë kjo një arsye e mungesës së tij në mesin e bashkësisë. Mu më shkojnë tani ndërmend shumë njerëz, shumë besimtar që për arsye të ndryshme janë larguar edhe pse vetëm përkohësisht nga kisha. Qëndrojnë larg kishës, larg sakramenteve, larg pjesëmarrjes në dhuratat që Zoti na jep nëpërmjet kishës shenjte. E pra, nëse kthehemi në Ungjill tek figura e Shën Tomës, atëherë kuptojmë se Toma vetëm pas kthimit të tij në bashkësi ju mundsua të takoj Krishtin e ringjallur. Edhe Krishti deshi që vërtet t'i zbulohet Tomës brenda bashkësisë. Është brenda kishës, pra brenda bashkësisë që ne e përjetojmë Krishtin e ringjallur. Është domosdoshme të qenurit ton brenda kishës. Ky bashkim i bashkësisë, i të krishterëve, e mundson vërtet takimin me të ringjallurin. Vëllezërit e tjerë i thon Tomës, e kemi parë Zotrin. Ja zëri, ja dëshmia e bashkësisë, ja predikimi i bashkësisë. Kjo duhet të jetë edhe dëshmia jonë. E kemi parë, e kemi takuar Krishtin. Për ne është e pa mundur të shohim fizikisht, por na është e mundur të takojmë Krishtin në Eukaristi, në Meshën Shenjtë, në kungimin shenjtë. Të takojmë në mënyrë sakramentale, të takojmë në mënyrë të fesë edhe të besimit. Të takojmë dhe të shohim me sytë e fesë. Ja pra,
vëllezër e motra, dëgjues të Radio Maris, Toma që ka vështirësitë e besoj, ai i cili kishte dyshime, më në fund arrit të dëshmoj fenë e vërtet dhe të pastër në Krishtin e rinjallur. Krishtin apostujt e njohin nëpërmjet disa shenjave. Këto shenja janë shumë të pranishme në Ungjil pas ringjalljes, por edhe në këtë pjesë të Ungjillit. Po flas për vendin e gozhdave, kraharorin e të tjerë. Ungjilli i sotshëm përfundon duke thënë se Jezusi bëri edhe shumë mrekulli tjera ndër sytë të nxënësve të vet, të cilat nuk u shkruan në këtë libër. Krishti vazhdon të bëjë mrekulli edhe sot në kishën e vet. Krishti vazhdon të na dërgojë shenjat e vlefshme për ta njohur atë dhe për ta pranuar në jetën tonë. Uroj vërtet që kjo fjalë e Zotit të arrijë në zemrën e secilit prej nesh dhe të mundemi vërtet edhe ne me njoft edhe me taku e Krishtin e ringjallur, mi besu atij me gjithë zemër dhe ky besim mos jetë thjesht vetëm një besim formal, por të shndrohet ndoshta në veprat mira, në virtyte, e të jemi vërtet shembull për të gjithë, në veçanti për shoqërinë edhe rrethin ku jetojmë. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, patët mundësi të ndëgjoni liturgjinë e fjalës, leximet të së dielës së dytë gjatë kohës së Pashkëve cikli A. Me ju ishin Nikson Beqiri, Motor Irenea Lekaj, Arbresha Gjokaj, ndërsa Ungjillin dhe komentin e Ungjillit e dëgjuat nga Don Jeton Thaçi. Ju falenderojmë të gjithëve për vëmendjen dhe ju dëshirojmë paqen dhe bekimin e Zotit. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.